që të gjithë e dinë se sa e vështirë është që të gjesh një produkt të saktë në këto ditë sot. Si vjet nuk pata mundësi të shkoj në Shqipëri për të marrë mjalt, kështu që mjaltin e porosita këtu ku jetoj. Nga një firmë shqiptare në Londër, Biotico Honey. Mjalti është i certifikuar dhe organik, mjalt bredhi që unë e kam porositur kastile për të përgatitur një recetë popullore. Por si ta dallojmë një mjalt të mirë? Beso dhe kontrollo, do thosha unë. Unë mjaltin e konsideroj si antibiotik dhe nuk dua që të ketë asnjë gram sheqer. Prandaj kur vjen në shtëpinë time, duhet t'i kaloj të gjitha testimet. Nëse mjalti bie në ujë si fije floku dhe qëndron si fije floku, do të thotë që ai mjalt është i mirë. Ose kur mjalti qëndron migisht si pik uji dhe nuk e humb formën. Testi më i preferuar është ai i mjaltit në një enë qelqi. Hedhim pak ujë, ujin do ta lëvizim derisa të formohen hojet. Në rast se mjalti tretet, do të thotë që ai mjalt nuk është i mirë. Por në rast se formohen hojet, na tregon që struktura natyrore e kristaleve të mjaltit ka memorien e saj dhe rikrijon formën e hojeve. Nëse jeni të interesuar për këtë produkt, emri i firmës do jetë i shkruar poshtë videos. Ju përshëndes.